Gati për të zbërthyer diçka vërtet të fuqishme sot? Mirë se vini në këtë analizë ku marrim koncepte të thella dhe i kthejmë në një rrugëtim të qartë e të thjeshtë. Sot do të përqendrohemi te një nga tekstet më të shkurtra të Biblës, por wow, padyshim një nga më të drejtë për drejtat, letra e Judës. Nuk kemi të bëjmë thjesht me një letër të lashtë. Kjo është fjalë për fjalë një thirrje për zgjim përballë një krize urgjente shpirtërore, duke trajtuar ato tensione të jashtëzakonshme midis së vërtetës, hirit dhe transformimit real të jetës. Në rregull, le të thellohemi në këtë. Këtu është harta jonë për sot. Së pari, konteksti i krizës. Së dyti, tensioni rreth keqpërdorimit të hirit. 3. Tensioni mes së vërtetës dhe dëmshurisë. 4. Rëndësia moderne. Dhe së fundi, ruajtja hynore. Nisim me njëherë. Pjesa e parë, konteksti i krizës, ose më sakt, një thirrje absolute për vigjilencë shpirtërore. Atëherë, për ta kuptuar mirë këtë tekst, duhet të hyjmë në mendjen e autorit. Juda, i njohur si vëllai i Jakobit, nuk u ul thjesht të shkruante disa mendime të bukura teologjike. As pak. Ai është në mes të një alarmi të vërtet, sepse disa individ kishin hyrë fshehurazi në komunitet dhe po i shtrembëronin gjërat keq fare. Kështu që ai vendos një vijë shumë të qartë ndarse. Nga njëra anë kemi mësuesit e rrem. Këta tipa përdorin fen thjesht për interesin e tyre, jetojnë në imoralitet të plot dhe e kanë bërë zakon të mashtrojnë besimtarët e tjerë. Dhe a e dini çfarë? Zoti e merr këtë rebelim jashtëzakonisht seriozisht, aq sa teksti sjell shembuj mjaft të ashpër nga Dhjata e Vjetër për ta vërtetuar këtë. Një ana tjetër, kemi tiparet e besimtarëve autentik. Këta e njohin thellë fjalën, e vënë në provë çdo mësim që dëgjojnë dhe ka një discernim të mpreshtë shpirtëror. Të jesh besimtar këtu nuk është një sport pasiv, kërkon që të jeni gjithmonë vigjilent. Kalojmë te pika e dytë, një nga debatet më të mëdha. Keqpërdorimi i hirit. Bëhet fjalë për tensionin mes hirit dhe transformimit moral. Dhe kjo e ilustron në mënyrë geniale thelbin e gjithë këtij problemi. Hiri është ndoshta koncepti më i keq kuptuar. Imagjinoni këtë. Disa njerëz po e shihnin hirin hynor si një bilet falas. Një hir të rrem, le të themi, që shërben si justifikim, si një licencë për rebelim, egoizëm dhe imoralitet. Ideja e çmendur se me që Zoti na fal, ne mund të bëjmë çfarë të na teket dhe morali s'ka rëndësi. Por Juda e kundërshton me forcë këtë. Hiri hynor nuk është kur një justifikim për mëkatin. Hiri i vërtet është një katalizator i fuqishëm, të transformon totalisht nga brenda, të shtyn drejt shenjtërisë dhe bindjes së plot. Me pak fjalë, besimi i vërtet kërkon domosdoshmërisht transformim moral. Këto të dyja janë thjesht të pandashme. Pra, si ndërtohet në jetën reale ky lloj besimi autentik? E po Juda nuk na lë vetëm me paralajmërime, ai na jep disa hapa fjalë për fjalë praktik. 1. Njohja e thellë e fjalës së Perëndisë. Besimi nuk mund të jetë thjesht një emocion i momentit, ka nevojë për rrënjë. 2. Lutja. 3. Të qëndrojmë aktivisht në dashurinë e Perëndisë. Dhe 4. Të presim me durim mëshirën e Krishtit. Janë pikërisht këto veprime që bëjnë diferencën dhe nuk e lën besimin të kthehet në një slogan bosh e të pakuptimt. Pjesa e tretë na kalonte një tjetër dinamik shumë interesante. Tensioni mes së vërtetës dhe dëmshurisë dhe si mbrohet ky besim. Pika thelbësore është kjo. Çfarë do të thotë të luftosh për besimin? E po, nuk ka të bëj fare me dhunë fizike dhe absolutisht nuk nënkupton një legalizëm nga ata të ftohtë që u merr frymën njerëzve të tjerë. Të luftosh këtu është kryekëput një betejë shpirtërore. Do të thotë të kesh discernim, të mbrosh të vërtetën me çdo kusht dhe të refuzosh ta ollosh ungjillin thjesht për të dukur më bukur në sytë e kulturës së sotme. Dëgjoni pak këtë citat, sepse peshon jashtëzakonisht shumë. Luftoni për besimin që u është dhënë një herë e përgjithmonë shenjtorëve. Kjo nuk është diçka që mund të negociohet. Jemi përballë një të vërtetë thelbësore, absolute dhe krejtësisht të pandryshueshme. Është një thirrje e fortë për ta mbrojtur këtë mesazh origjinal, nga idetë e jashtme apo teologjitë e reja që tentojnë ta shtrembërojnë atë. Por prisni pak, sepse pikërisht aty ku mendojmë se gjërat po bëhen tepër strikte, vjen ky ekuilibër i mrekullueshëm. Kini mëshirë për disa që dyshojnë. Ky është ndoshta momenti im i preferuar. Mbrojtja e të vërtetës nuk duhet të na kthejë në njerëz të ashpër dhe të pamëshirshëm. Kur shohim dikë që po lëkundet, dikë që po mbytet nga dyshimet, përgjigjja vetme është një dëmshuri e thellë. E vërteta dhe mëshira nuk janë në garë me njëra tjetrën. Përkundrazi, besimi autentik kërkon që t'i praktikojmë të dyja në të njëjtën kohë. Le të kalojmë dhe të shohim se si kjo lidhet drejt për drejt me ne sot, zbatimi praktik dhe lundrimi në botën tonë moderne. E gjithë kjo gjë ndoshta ju bën të plesni.
Se duhet të na interesoj një letër gati 2000 vjeçare pikërisht tani? A kanë vërtet kuptim këto kriza shpirtërore të lashta në epokën e sotme kaq të avancuar? E po, hidhini një sy botës rreth nesh. Paralelet janë pothuajse identike. Ne po jetojmë mes një relativizmi moral shumë të theksuar, ku e vërteta trajtohet thjesht si një opsion. Kemi kaq shumë konfuzion shpirtëror. Informacioni aty jashtë është jashtë çdo kontrolli. Dhe le të jemi të sinqertë, jo çdo mesazh frymëzues është vërtet biblik. Shumë njerëz, një lloj si në kohën e Judës, po e kthejnë të vërtetën në një mjet për interesat e tyre. Sot, aftësia për të pasur discernim të qartë nuk është thjesht ide e mirë, por është çështje mbijetese. Dhe kështu mbërrim te pika e 5 dhe e fundit, ruajtja hynore, ose zgjidhja se si mund t'ja dalim ban. Pas gjithë atyre paralajmërimeve të forta, kjo letër fokusohet te një burim tjetër dhe e mbyll në një mënyrë spektakolare me fjalët atij që është i fuqishëm t'ju ruaj nga rrëzimi. Kjo është fantastike. Pavarësisht nga mashtrimet, sfidat dhe gjithë dobësitë tona njerëzore, shpresa jonë përfundimtare nuk varet vetëm te fakti se sa fort mund të rezistojmë ne. E vërteta është se ka një fuqi hyjnore që është aty, besnike dhe krejtësisht e aftë për të na mbajtur të sigurt deri në fund të rrugtimit. Çfarë qetësie mendore apo jo? Duke i mbledhur të gjitha bashk, dua t'ju lë me këtë mendim përfundimtar për të reflektuar. Si e transformon hiri dhe dëmshuria e vërtet mënyrën se si ne mbrojmë të vërtetën sot? Është një sfidë e jashtëzakonshme për të gjetur atë ekuilibër unik, si të jemi të palënkur për të vërtetën absolute, por njëkohësisht të jemi njerëzit më të mëshirshëm dhe të dashur ndaj atyre që dyshojnë. Shumë faleminderit ju bashkuat me mua në zbërthimin e këtij materiali sot.